Shqipëria pritet të hedhë një tjetër hap të rëndësishëm në rrugën drejt anëtarësimit të Bashkimit Evropian me mbylljen e 3 kapitujve të negociatave në konferencën e 9 të ndërqeveritare Shqipëri-BE që zhvillohet këtë mbrëmje në Bruksel. Në këtë raund negociatash pritet të mbyllet kapitulli 25, kërkimi shkencor, kapitulli 26, arsimi dhe kultura dhe kapitulli 30, marrëdhëniet me jashtë, duke shënuar progres të mëtejshëm në procesin e përafërt me legjislacionin evropian. Delegacioni shqiptar kryesohet nga kryeministri Edi Rama, ndërsa Bashkimi Evropian përfaqësohet nga ministri irlandez i shtetit Thomas Byrne në emër të presidencës së radhës së Këshillit të BE-s, si dhe nga komisionerja për zgjerim Marta Kos. Mbështetje për avancimin e procesit të integrimit të Shqipërisë ka shprehur dhe ministrja e jashtme e Irlandës Helen Meente, e cila theksoi se zgjerimi i Bashkimit Evropian duhet të mbetet një proces i bazuar në merit. Kjo e martë konsiderohet një ditë me rëndësi të veçantë në politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, pasi në Bruksel zhvillohen 4 konferenca ndërqeveritare, në të njëjtën ditë me Ukrainën, Moldavinë, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Qeveria shqiptare ka përcaktuar si objektiv mbylljen e negociatave deri në vitin 2027. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se ky agjend është dakordsuar me institucione europiane me synimin që Shqipëria të përmbush kushtet për anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030.